Venezuela mbetet e tronditur nga dy tërmetet e fuqishme me magnitudë 7.2 dhe 7.5 ballë që goditën vendin të mërkurën pasdite, ndërsa fqinjat dhe të afërmit kërkojnë për rënoja për të dashurit e tyre. Të paktën 235 persona kanë vdekur dhe 4.300 janë plagosur, tha ministri i shëndetësisë i Venezuelës Carlos Alvarado për mediat shtetërore. Fatkeqësisht 235 persona që mbërritën pa shenja jetësore ose vdiqën pas mbërritjes në mjediset tona shëndetësore, tha Alvarado. Numri të vdekurve pritet të rritet pasi më shumë se 50.000 persona janë raportuar të zhdukur. Venezuelanët u përballën me imazhe apokaliptike të ide në mëngjes, ndërsa pa ndërtesa të shndruara në rënoja, mobilja që vareshin nga dritare dhe helikopter që fluturonin sipër tyre. Ndërtesa të tëra u rrafshuan dhe rrugët u prenë përgjysmë. Ekipet e kërkim shpëtimit po nxitojnë drejt zonave të prekura ku operacionet vazhdojnë në kushte të vështira dhe me frikën se shumë njerëz mbeten të bllokuar. Dy tërmetet janë ndër më të fuqishmit e regjistruar në Venezuelë në më shumë se një shekull. Lëkundjet u ndjej në pjesën më të madhe të rajonit më të gjerë me ndërtesa të evakuara dhe një pjesë të Amazonës në Brazil. Për shkak të shkallës së katastrofës, Departamenti Thesarit të SBA-s njoftoi pezullimin e përkohshëm të disa sanksioneve deri më 23 tetor. Vendimi synon të lejojë transaksione që lidhen me ndihmën humanitare dhe operacionet e rehabilitimit në Venezuelë, të cilat sipas regjimit aktual të sanksioneve do të ndaloheshin.